Ernest Muçi është një futbollist profesionist shqiptar, i njohur për aftësitë e tij teknike, golat e fuqishëm dhe lojën si sulmues apo mesfushor sulmues. Ai ka lindur më 19 mars 2001 në Tiranë dhe që nga fëmijëria u dallua si një talent i madh në futboll. Muçi nisi rrugtimin e tij futbollistik në akademitë e Tulipanëve dhe më pas te ekipet e të rinjve të Dinamo dhe Tirana. Karrierën e tij profesionale e nisi në vitin 2018 me Tiranën, klubin e qytetit të tij. Me vendasit ai ndihmoi skuadrën që të ngjitej në kategorinë superiore dhe luajti një rol kyç teksa Tirana fitoi titullin kampion të Shqipërisë në sezonin 2019-2020. Gjatë kohës që luajti për Tiranën, ai shënoi 16 gole në 59 ndeshje për ekipin e parë, duke treguar kështu se ishte një lojtar i rëndësishëm për skuadrën. Në shkurt të vitit 2021, Ernest Muçi bëri një hap të madh në karrierë, duke u transferuar te Legia Warszawa në Poloni, ku aktivizua aty për 3 sezone. Me Legian ai fitoi kampionatin polak të ekstraklasës në sezonin 2020-2021 dhe gjithashtu kupën e Polonisë. Në 2023, duke u bërë kështu pjesë e një skuadre të suksesshme në futbollin polak. Gjatë kohës në Legia, ai regjistroi rreth 81 ndeshje dhe 13 gola në ligë. Pasi u duk se karriera e tij po ngrihej vazhdimisht, në shkurt të vitit 2024, Muçi u transferua në një nga klubet më të mëdhenj të Turqisë, Beşiktaşin, për një shifër rekord deri diku te 10 milionë euro. Transferimi më i shtrenjtë i një shqiptari deri atëherë. Me Beşiktaşin ai fitoi Kupën e Turqisë dhe Superkupën turke, duke treguar se mund të ndikojë edhe në nivele të larta kompeticioni. Në verën e vitit 2025, Muçi u azua te një tjetër klub i madh turk, Trabzonspori, për sezonin 25-26, ku aktualisht mban fanellën me numër 10 dhe është duke treguar formë të shkëlqyer. Në këtë sezon ai shënoi 8 gola në 14 ndeshje deri në janar 2026, duke qenë një nga sulmuesit më në formë të kampionatit turk. Për kombëtarin e Shqipërisë, Ernest Muçi paraqiti veten fillimisht në nivelet e grupmoshave U19 dhe U21, duke shënuar përkatësisht 7 gola në 17 ndeshje me 19 vjeçarët dhe 4 gola në 11 ndeshje me 21 vjeçarët. Në 2021 ai bëri debutimin me ekipin e parë kombëtar në një ndeshje kualifikimi për botrorin, dhe që atëherë është bërë një lojtar i rregullt në përbërje. Deri në qershor të 2025-s, ai ka grumbulluar 16 paraqitje dhe 3 gola për kombëtaren e madh. Stili i lojës së Ernest Muçit karakterizohet nga një kombinim i shpejtësisë, teknikës dhe ndjenjes për gol. Ai shpesh përdor të dyja këmbët dhe ka goditje të fortë nga distanca. Ai është konsideruar si një nga talentet më premtues të futbollit shqiptar të gjeneratës së re. Një lojtar që mund të bëjë diferencën në ndeshje të rëndësishme, si me klubin, ashtu edhe me kombëtarën. Me një karrierë që ka kaluar nga Shqipëria në Poloni e pastaj në Turqi, dhe me kontribut të rëndësishëm në kombëtare, Ernest Muçi vazhdon të jetë një figurë kryesore në rritje të futbollit shqiptar dhe një emër që tifozët e ndjekin me interes çdo sezon.